Sot jemi përsëri në një fermë lektorale në kuadër të asistencës teknike të dhënë nga qendra ABA për fermerët. Sot do të flasim në lidhje me një mjet shumë të thjeshtë në fakt që përdoret në fermë. Është pikërisht metri ose peshorja e thjeshtë e cila bën të mundur që të përllogaritet nëpërmjet matjes të përllogaritet pesha e kafshëve. Tani do shtroni pyetjen që pse na nevojitet pesha. Së pari na nevojitet për të ditur se cila është dinamika e rritjes së kafshëve. Së dyti na nevojitet për të marrë një orientim më të drejtë në lidhje me prodhimin e mëshqerave në fermë, pra për të përcaktuar peshën dhe moshën e duhur të mëshqerave për të bërë ndërzimin e parë të tyre. Ne duam të bëjmë tregti, pra të shesim një biç, duhet të dimë se sa është pesha e tij. Me qëllim që ne të jemi si fermer, të jemi përcaktues të peshës dhe të çmimit, dhe jo tregtari që vjen për ta blerë atë produkt. Pra, çmimi të vendosen mbi bazën e negociatave. Dy fjalë dua të them në lidhje me mëshqerat. Për të arritur që të kemi ndërzimin e parë tek mëshqerat, duhet mbajtur parasysh tre elementë të rëndësishëm, që janë pesha trupore, është mosha e mëshqerës dhe njëkohësisht edhe kondicioni i saj. Kombinimi i këtyre të trejave na sjell një mëshqerë e cila do të bëhet një nënë e suksesshme në ta. Pse ka rëndësi prodhimi i mëshqerave brenda në fermë? Sepse në radhë të parë krijojmë një biosiguri, pra nuk na mundsohet hyrja e kafshëve të cilat mundet të jenë varëse të lëvizje. Pra kemi më shumë siguri, kemi një adoptim më të mirë të kafshës në fermë, sepse kemi rritur pra për së vogël në fermë. Kjo nuk do të thotë që s'duhen blerë mëshqera nga jashtë ferme, nga ferma të specializuar për këtë qëllim, por po bëjmë fjalë këtu për remontin. Për një remont të suksesshëm pra na duhet një mëshqerë e cila të ndërzehet për herë të parë në moshën 14-15 muajshe e kombinuar me peshën 350 deri në 380 kg, kjo në varësi edhe të racës. Pra, për shembull, racat të cilat janë diçka më të mëdha, sikurse është Holsteini, duhet të kenë këtë moshë dhe 380 kg. Racat me peshë më të vogël, sikurse është për shembull këtë themi Jersey, duhet të kenë këtë moshë me një peshë 350 kg. Përgjithsisht, pesha e mëshqerës që do të inseminohet ose ndërzehet për herë të parë është sa 60% e kafshës së rritur. Pra, nëse kemi një kafshë që kur është e rritur peshon 600 kg, atëherë pesha në ndërzim do të jetë 6 x 6 36 360 kg.